Përshëndetje të nderuar miq, sonde është një natë mjaft e rëndësishme për të gjithë kombin, pasi Kosova luan përballë Turqisë, një ndeshje 90 minuta, mund të shkojë edhe 120, por vlen sa për një kampionat botëror. Pra, një bilet kush do fitoj sonde, Kosova apo Turqia, do të shkojë në botëror. Në krahun tjetër, Shqipëria loz me Ukrainën, një ndeshje miqësore pa thuajse interes zero. Për të analizuar situatën, pse dështuam ne edhe si arritë Kosova deri këtu kaq shpejt, për këtë do të flasim me zotin Roland Luçi, një mirënjohur i futbollit shkodran. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Profesor, do ta nisim nga Kosova, pasi ajo ka interesin maksimal. Duket fillimi i një cikli që shpresojmë që sonde të kurorzohet me një bilet për në kampionatin botëror. Si keni parë curin e Kosovës në këtë eliminatore? E nisi keq, por më mirë keq fillim se sa ndodhi përmbysja më pas rrugës, pas asaj ndeshje me Zvicrën që humbi në fillim të eliminatoreve. Nuk është se nisi keq, është normale, nuk mund të fitohen të gjitha ndeshjet. Po Kosova i ka dhënë shenjat që do të eci përpara që në edicionet e kaluara, dy edicionet e kaluara, në këtë National Cup, po si quhen ose janë bërë ndërthuar me njëra tjetrin, janë bërë shumë, është bërë futbolli si thuaç është pak inflacionist në këtë drejtim, po domethënë i dha shenjat që në edicionin e kaluar që mund të ishte pjesëmarrëse europianit, mund të ishte pjesëmarrëse e botrorit. Do të është i ka ardhur ajo finalja e madhe, ka arritur deri këtu dhe ka arritur me të vërtet me merit, me djers, me punë, po edhe me zgjuarsi, sepse Federata Kosovare e futbollit ka punuar më mirë se sa federata jonë, trajneri i tyre është një trajner më i mirë se sa trajneri i kombëtarës tonë, kështu që edhe frutet e punës do të vinte një moment që do të vileshin ato fryte. Dhe ka ardhur momenti te ky momenti final i sotëm ku do të vendoset për një ngjarje të madhe, pjesëmarrje apo jo në kampionatin botëror. Po edhe nëse Kosova nuk arrin që të kualifikohet, edhe ardhja deri këtu, deri në këtë stad, është një sukses i jashtëzakonshëm i futbollit kosovar. Ne kam shkruar diku më përpara që efekti i futbollit, efekti i suksesit, sidomos i ekipit kombëtar të futbollit, është i barabartë me 100 ambasador në 100 vite, dhe këtë nuk është shprehja ime. Në fakt, këtë unë e kam dëgjuar nga një ambasador shqiptar aty nga vitet 80 kur ishim në jashtëtet një ndeshje, edhe nga që kishte interes të jashtëzakonshëm ajo ndeshje në Gjermani, me mijëra kosovarë në stadium, ishte domethënë një situatë e jashtëzakonshme. Këtë shprehje ka pas thënë ambasadori shqiptar atëherë që ishte në Austri, po mbulonte edhe Gjermanin, domethënë nuk është shprehja ime. Por domethënë këtë kuptim, kombëtarja e futbollit të Kosovës po bën një punë të jashtëzakonshme në emër të shtetit, të kombit të kosovar. Aq më tepër që edhe shumë shtete nuk e njohin, goditja që i dha Slovakisë brenda në Bratislava atje ishte jashtëzakonshme, po të mund një shtet të cilin ti nuk e njeh si shtet. Është efekti jashtëzakonshëm. Kosova jo vetëm vetë që ka një ekip përfaqësues të mrekullueshëm, po ka finuzuar edhe Shqipërinë, edhe Kosovën, edhe Zvicrën, ndërkohë që ka edhe mjaft lojtar në stol që janë lojtarë që luajnë me Juventusin. Tani kemi Zhegrovën që nuk ka gjetur formacion, në hapësirë formacion, apo Rashicën që ishte e imagjinueshme më parë që këta dy të ishin në stol dhe Kosova të arrinte në botëror pa këta. Pra, duhet të dalë tek ajo, profesor, që është dora e trajnerit apo janë yjet që kanë bërë ekipin? Shikoj se ne i krahasojmë gjithmonë ato që po ndodhin në kombëtarët shqiptare me ato që po ndodhin në kombëtarët kosovare, dhe ka një kontrast të jashtëzakonshëm. Trajneri ynë Silvinho ka futur një motiv pune, domethënë nisi si një precedent, pastaj është bërë vazhd kjo punë në kombëtarën shqiptare që losin ato që do ai ose ato që i sugjerojnë atij dhe jo lojtarët që për momentin janë më në formë. Ky është sensi i aktivizimit të lojtarëve në ekipin kombëtar. Nuk ka emra në ekipin kombëtar. Emra ka, ama emra kam që vendoset emrin me punë, po jo merr këtë duash ti. Performanca e momentit është ajo e cila duhet reflektuar në ekipin kombëtar. Dhe nëse ti merr një X lojtar, mund t'i japim edhe me emra. Hyse për shembull, ka vite që nuk luan.
e morri para 2 vitesh, me dhunë e futi në ekipin kombëtar, kur i gjithë opinioni ishte kundër. Mbas një periudhe të caktuar ndodhi diçka, si thushi, jo e zakonshme, jashtëzakonshme, dhe Hysa e mori veten. Dhe me të vërtet po jep rendiment në ekipin kombëtar. Po shkurt muhabeti kjo u bë vazhd pune, u bë shkollë në ekipin kombëtar. Dhe merr tash ti këtë duashte me që gjeta Hysajn, i cili megjithëse nuk aktivizohet asgjë kundi, është lojtar bazë i ekipit kombëtar, lojtar bazë i formacionit. Është jashtëzakonshme, dhe këto e bëri vazhd punë, dhe nuk është vetëm Hysa, por janë disa Hysa të ekipit kombëtar. Dhe këto tendencat negative të një aktivizimi të tillë patjetër që do të reflektohen. Me të vërtetë në Poloni ishin momentet ato që vendosen fitoren e ekipit polak, mund të fitonim edhe ne. Po të shikosh në thellësi punë, po të shikosh vazhdimsinë e ardhjes deri në te këto momente në ndeshjen finale, po e quaj atje në Varshavë, nuk flasin për një performancë të ekipit tonë. Domethënë është një shkuarje pak a shumë me tahmi, sesa një vazhd pune e konsoliduar shkencore. Kanë stafin e tij Silvinjo, ku kanë 17 vetë nëse nuk gaboj. Një staf pune të cilin mund ta ketë lakmi edhe Gjermania e Brazili. Edhe të merresh me algoritma, me kërkim lojtarësh, ku diu nuk e di, ka një sistem algoritmi që përdoret të tjerë federat që erdhi dhe u prezantua para disa vitesh si një revolucion në zgjedhjen e ekipit kombëtar. Ku diu çfarë të them? Ne dim ABC-n e futbollit, ai fillon nga Z-ja atje më atan. Janë zgjedhjet e tij, zgjedhjet e njerëzve që e mbështesin në federat, ama nuk mund të ketë sukses, kurse ekipi i Kosovës është krejt tjetër, aty është një trajner i konsoliduar, një trajner që me të vërtet vazhdon punën e tij pavarësisht çfarë ndodh, pavarësisht nga ngacmimet, pavarësisht nga opinioni. Nuk mund të futet, për shembull, Zhegrova dhe të vihet në dispozicion të Zhegrovës i gjithë ekipi kombëtar i Kosovës. Është e pamundur. Nuk mundet, është në kundërshtim me gjitha konceptet e lojës së futbollit. Ai ka zgjedhur që të krijojë grupin, dhe Zhegrova nëse do që të jetë pjesë e ekipit kombëtar, duhet të jetë në shërbim të grupit dhe jo e kundërta. Performanca e Zhegrovës edhe te Juventus lë për të dëshiruar, po lot vetëm sporadikisht, domethënë të vijë Zhegrova dhe të mbesi për shembull Fuskot, Muriqi për shembull, jashtë ekipit kombëtar, nuk është normale. Ai lot çdo ditë atje shënon gola kundër Barcelonës dhe Realit, dhe Zhegrova është i dashur, është për një pjesë publikut, pse se ta fut topin në përshal, ku diu, bën disa finte, disa gjëra. Domethënë shkurt muhabeti, ai lojtar i cili vihet në dispozicion të grupit, në shërbim të grupit, ai duhet të jetë pjesë e ekipit kombëtar, dhe nga këta lojtarë do të krijohet ekipi kombëtar. Këtë ka arritur që ta bëj Foda në Kosovë, gjë që nuk ka arritur ta bëj Silvinjo në ekipin tonë. Te Kosova është Zhegrova që ju e përmendët dhe analizuat mjaft qartë që është ydhi ekipit, por në stol, pasi ekipi nuk mund të jenë në dispozicion të atij. Por në rastin e Muçit te kombëtarja shqiptare, a mund të ndërtojë formacioni rreth atij, duke qenë se është lojtari i momentit? Por nuk është puna që duhet ndërtuar formacioni në shërbim të Muçit, po Muçi duhet të ishte patjetër formacion. Kjo është nuk ka nevojë për filozofi të madhe. Ai është lojtari më i mirë shqiptar i momentit, lojtari më në formë shqiptar i momentit dhe nuk gjen vend në formacion. Nuk është puna se Muçi po vjen nga një planet tjetër. Ai është pjesë e kombëtares, sepse ka kohë që është pjesë e kombëtares. Domethënë gjendja e tij është pjesë e kombëtares, po ndoshta ose Silvinjo është frikacak, sikur mendojnë disa, ose është një dorë nga jashtë që nuk e do Muçin, ose është kjo loja e menaxherëve. Sepse nuk shpjegohet. Janë të gjitha bashkë. Secila nga këto arsye që përmendë ti, të gjitha kanë pjesën përqindjen e tyre në këtë vendosje që bën Silvinjo. Silvinjo me sa duket është vetëm personi i cili lexon, si thosh, atë që i japin në shkruar në letër, edhe i bën ditur publikut se kush është ekipi kombëtar. Kështu më duket mua, nuk e di, sepse të vendosësh, domethënë një lojtar, po e quaj të paktën me shumë eksperiencë, ka luajtur nivelet më të larta të futbollit botror, dhe të vendosin në këtë formë për ekipin të cilin ai e drejton, nuk më duket shumë as serioze, as bindse.
në ana profesionale. Kështu që këtu ka arrym, aty ka diçka që nuk funksionon ose funksionon për së mbrapshti, sepse nuk ka mundësi që Muçi të lihet jashtë ekipit, ai duhet futet. Pastaj si ndodh gjatë lojës, shënon gol, nuk shënon, është shërbim të ekipit, shpreh atë performancë që realizon tek ekipi, kjo është çështje tjetër. Mbarë se si me ndeshja, ama që duhet ishte patjetër. Nuk mund të luhet edhe një herë, përsëris edhe një herë, nuk mund të luhet me 7-8 lojtarë të ekipit kombëtar, të cilët nuk kanë lidhje me lojën e futbollit në kuptimin e praktikës së lojës. Është shumë e vështirë një lojtar i cili ka kohë që nuk aktivizohet me ekipin e tij, të dali para portës kundërshtare dhe të jetë i qetë. Është pamundur, ai do të emocionohet, do të dridhet, do të duket porta një vrim e vogël, portieri do të duket një ciklop i madh. Këto i çdo njeri që ka të bëjë me futbollin ose që ka pasur të bëjë me futbollin. Domethënë me këto kuptime nuk mund të marrësh të gjithë lojtarët toni, mund të bësh një përjashtim, diçka e tillë nëse ka nevojë ekipi. Për shembull, me performancën shumë të mirë të ndeshjeve të fundit të Hysajt, okay, mund të bësh një përjashtim, mund të bësh 2 përjashtime, ama jo për gjithë ekipin, është e pamundur. Kështu që nuk ishte dështimi në këtë moment që erdhi në Varshavë, ishte si thushi para programuar, pavarësisht se momentet e lojës ishin të tilla që ne mund ta kalonim Poloninë. Dhe të mos harrojmë që ky emri Polonia, si thush, nuk është Polonia e viteve 70 që fitonte lojrat olimpike ose delte e treta në kampionat botror atje në Gjermani. Është një ekip ordiner komplet. Me 2 gabimet tona të zgjidhen. Po pikërisht edhe nuk patën asnjë rast gjatë gjithë lojës. Nuk ishin 2 gabime, një gabim ishte, po ishte vendimtar, ai goli i barazimit, ai ishte vendimtar, edhe aty mori fund gjithçka. Aty duket edhe dora e trajnerit, i cili nuk ndërhyri. Jo tashti, po ai ka gjithkohon që është te ekipi kombëtar, nuk ndërhyn. Unë nuk kam parë akoma, gjithë këto ka 30 ndeshje që drejtori i ekipit kombëtar, nuk kam parë një ndërrim që të bëhet me fillimin e pjesës së dytë. Absolutisht asnjëherë asnjë lojtar rezervë nuk është fut në minutën e 46 në lojë. Absolutisht. Është e pamundur. Do ai reagon me jashtëzakonisht me shumë vonesë, bile nga ndërhyrjet e publikut, specialistave, të medjave, ai ka filluar dhe ka kaluar nga minuta e 80 ka kaluar te minuta e 70, se përndryshe ai ndërrimet deri në 10 në kampionatin evropian nga minuta e 80 fillonte. Po çfarë ndërrimi do të bësh në minutën e 80? Minuta e 80 bëhet ndërrimi që të mbash në një farë mënyrë rezultatin që ke arrit, jo pak vonesë loje, ku diun një farë qetësimi i ekipit. Por ne nuk jemi ai ekipi i cili ka qenë gjithkohën në avantazh dhe ekipit kundërshtar që të drejtohet të formë si e drejton nga Stoli Silvinjo ekipit kombëtar. Ka defektet të jashtëzakonshme. Pastaj mua më arsye se më nxorri Facebooku, ato kujtesat, kujtimet që nxjerr Facebooku periodikisht, pikërisht në vitin 2023, pikërisht në të njëjtën datë, ne pas kemi humbur në Poloni 1-0, unë pas kam postuar. Aty e nisi me Shqipërinë ai. Një stop. Po pikërisht atë ndeshje kemi humbur në Poloni para 3 vitesh, në të njëjtën ditë, pikërisht me të njëjtin gabim portierit. Edhe atë ditë ka gabuar portieri, edhe atë ditë kemi psuar golin 1-0 që kemi humbur atje 0-1 në Poloni, nga gabimi i portierit, nga një dalje e gabuar e portierit. Po këtu duhet t'ja bëj qartë trajneri i ekipit kombëtar, portierit që kur del nga porta ose duhet kapësh topin ose nuk duhet të lëvizësh. Këto janë parime, janë ABC e futbollit. Ai nuk ja bën, trajneri i ekipit kombëtar nuk mund ta bjerë në një gjendje fizike të mirë një lojtar, nëse nuk e ka gjendjen fizike, sepse nuk ka aq kohë në dispozicion trajneri i ekipit kombëtar. Po ku duket dora e trajnerit të ekipit kombëtar? Duket në këto vogëlsi të cilat janë përcaktuese për gjendjen e lojtarit. Domethënë, të mos arrish që ti korrigjosh portierit ato që ai ka gabim dhe korrigjohen me pak kujdes, si thuash, nuk ka nevojë për stërvitje të gjatë, 1 vjetore, 2 vjetore, që ti mbushësh mendjen strakoshes që nuk duhet dal nga porta nëse nuk je i sigurt se e prek topin, sepse vetë eliminohesh dhe mbet porta pa portier. Nëse më lejohet, nëse më krijon hapësirë këtu edhe 1 minutë, jep një shembull, ka qenë në vitin 1976 për shembull, është fiksuar kjo, që kam fjalën te portieri, ka qenë finalja e Champions League-s atëhershme, Kupës Kampioneve, ka qenë Bayerni kundër Saint-Étienne të Francës.
portier ka qenë Maier i Bayernit. Po ishte sënë të tjerë një formë të jashtëzakonshme, dominoi edhe finalen. Nëse, në një rast gjuan kujtohet Patrick Revelli i francezëve, gjuan një bombë, po Maier e pa që nuk ka shanse që ta kapi topin. Po lojtar me mend, futbollist me mend, portier me mend, nuk lëvizi nga porta. Pse të vetë eliminohet. Topi për fat të tij shkoi në shtyll, ran tok dhe i doli lojtarit francez që nëse musit francez që po ndiqte aksionin. Ai goditi me shumë forcë topin që po vinte përballë, topi me shumë forcë direkt në duart e Maierit. Sikur Maieri të ishte hedh që të bënte tentativën për të kap topin të cilin e kishte të pamundur që ta kapte, do të ishte gol, do të fitonte Saint-Étienne kupën e kampionëve. Pak më vonë Bayerni shënoi gol edhe fitoi. Domethënë, për mua i dedikohet ajo kupë kampionësh vetëm portierit, vetëm zgjuarësisë së portierit, dhe nëse portieri nuk e ka, si thosh, natyralisht të zgjuarësi, këtë duhet t'ia japi trajneri. Trajneri ynë nuk po ja jep, sepse Strakosha po gabon her pas here në momente shumë vendimtare dhe e gjitha ajo punë e mirë e tij, sepse ajo se ka qenë aq negativ për ekipin, ka luajtur shumë mirë, domethënë reflekton edhe siguri në mbrojtje dhe te gjithë ekipi. Ama kur vin këto momente të vendimtare si puna e Lopës e bën qumshtin, pos ja hoqe kovën, ja fut me shqen dhe hedh. Këtu duhet duket dora e trajnerit, e cila nuk po duket, ka vite që nuk po duket. Nga gjithë kjo kuptova që tani në gjykimin tuaj nuk ka vend për Silvino për të vazhduar më tej. Po profili i trajnerit të ri si duhet të jetë? Qoftë do marrim një rastin hipotetik që nuk do të vazhdojë me karriera, pra me kombëtaren tonë, nuk do vazhdojë kontrata. Si duhet të jetë profili i ri i trajnerit edhe Boshti nga duhet të fillojë për të ndërtuar ekipi, pra cikli i ri? Po çfarë të mund të ashtu është receta të gatshme. Po më shumë, se ne morëm të si brazilian që do të paktën ideja është që do kishim më shumë futboll spektakolar përpara, jo se do shikonin përpara atë që pam me Polonin. Pra tani na duhet më shumë një trajner ndoshta italian, kroat, një gjerman si Foda apo çfarë shkolle do na përshtatej? Po nuk është puna e shkollës, sepse nuk janë trajnerë gjerman të gjithë të ashtu quajturës shkollë gjermane. Këtu bëhet fjalë për ata pak trajnerë të cilët drejtojnë ekipin kombëtar dhe vazhdojnë në një traditë të tillë. Po jo se çdo trajner në Gjermani lot si thosh tip gjysmë Catenaccio, po e quaj kështu në mënyrë pak vulgare, se jo se lutosh tu ama Gjermania gjithmonë losin me kujdes, pak a shumë me kundërzbritje, domethënë nuk luhet ai futbolli spektakolar brazilian, holandez ose spanjoll. Po jo se të gjithë trajnerët, domethënë nuk është puna ti merr një trajner nga Gjermania dhe patjetër ai është i shkollës gjermane, ose merr një italian dhe ai është patjetër i shkollës italiane. Dhe po marrim për shembull dy trajnerët aktual. Ancelotti, ai është italian, ama është trajneri i Brazilit. Ose trajneri i Barcelonës, ai është trajner gjerman, ama po dhuron atë që Barcelona ka për traditë, domethënë spektaklin. Domethënë nuk mund të themi në këtë pikë që do marrim një trajner italian dhe do të shohim Catenaccio. Mirë se shohim Catenaccio, po të paktën sikur të realizohet gjithë kjo Catenaccio, të realizohet në fund ai qëllimi i madh që të arrijmë një kampionat botror. Okej, hajt. Futboll s'kemi parë, po kemi parë rezultat. Por ne nuk po shohim asnjërin as tjetër. Pastaj duhet dallojmë diçka. Në kampionatin evropian sa ekipe marrin pjesë? Marrin pjesë 24, bëhet fjalë për 36. Për 36. Kush mbet pa marrë pjesë në kampionatin evropian? Të gjithë shkojnë. Domethënë të gjithë eliminatorët që zhvillohen janë jo për tu kualifikuar, po janë më tepër eliminatore për tu skualifikuar. Domethënë ato pak ekipe vendi para fundit me të fundit. Po pikërisht, këtu po shkon kush mbeti pa shkuar në kampionatin evropian, edhe në kampionat botror, po bën 48 ekipe. Kush mbet pa shkuar në kampionat botror? Është diçka më specifike. Pjesëmarrja në kampionat botror, pa diskutim. Është sukses. Po, ta krahasosh me këtë që flitet suksesi i jashtëzakonshëm i madh, pjesëmarrja në Europian. Nuk është ajo. Nuk është koha e dikushme para 30 viteve, kur Europa përbëhej nga 32 ekipe dhe në finalet e kampionatit evropian kishin
kishin tamam ka sens, domethënë fjala finale, se shkonin 4 ekipe ose 8 ekipe, pastaj erdhi u zgjerua nga viti 92 më duket, kalon në 16 ekipe, pastaj degradoi komplet kjo punë. Edhe aty merr pjesë kushdo. Nuk ka mbet njëri pa marrë pjesë në të ashtu quajtura të finale. Se nuk janë finale ato. Aty shkonin takohen ekipet që losin nëpër grupe, takohen edhe në finale të kampionatit evropian. Takohen me njëra tjetër. Domethënë takohen disa herë me njëra tjetër. Tani botrori vërtet është mas kalimit të grupeve që fillon pra. Për ta kalkuar atë botrori është diçka tjetër, botrori është vazhdon që të jetë si thosh, nëse nuk degradon edhe ky që të marrin pjesë edhe këtu 6-7 ekipe, sepse aq shtete luhet futbolli, nuk luhet futbolli në gati 200 shtete që ka OKB-ja. Prap mbet një eveniment i madh, mbet një synim i madh për ne, pjesëmarrjen në kampionat botror, po nëse vjen puna për zgjedhjen e trajnerit, duhet hedh një sy edhe në kampionatin shqiptar, mund të jetë dikush që ka emra që ju bindin që mund ta marrin. Shiko, është puna që ato nuk kam absolutisht asgjë ndaj asnjërit, disa nga ata i kam miq pa diskutim, Edi Martinin, Mirel ose disa prej tyre, trajnerëve të sotëm, kam respekt jashtëzakonshëm, po kam shumë frikë se bie nën presion të opinionit, të medias, të vetë njerëzve që drejtojnë federatën dhe kanë dëshirë që këto dëshirat ti shfaqin si thush, edhe në fushën e lojës me ekipin kombëtar kanë ndërhyrë të tilla, të cilat ndoshta një trajner shqiptar do të ishte e vështirë që ti përballonte, edhe ka rrezik që të kthehej në një tip marionete që nuk do e dëshiroj asnjë nga këta prej këtyre miqve të mi pa paragjikuar që do të bënte një punë më të mirë se Silvini, jam i bindur që edhe dikush tjetër pa diskutim mund ta bënte punën më mirë se sa. Ju përmendët emra, më lejoni të përmendon 2 emra, janë shumë, por ndoshta Bushit e U21 që mund gjitet më lart, ose Ilir Daja. Kush mund të Shiko, nuk flitet punë ta kuptoj. Shumë respekt edhe për Ilir Dajën, edhe për Albanin Bushin. Pati 2 emra që më erdhën shumë për momentin, kisha parasysh vllaznin me që aty ose Mireliosën me të cilin kam luajtur kolegi imi, prandaj ishin kështu si më të afërt kuptimin intim, po jo. Domethënë edhe këta 2 emra që përmendët ju mund vi në diskutim, pse jo, unë kam përmendur Ilir Dajën, e kam përmendur para disa vitesh që domethënë para se të vinte Silvinjo, e kam hedhur emrin e tij në lojë që pse jo. Ka pas sukses, me të vërtet ka pas sukses të disa ekipe ku ai ka qenë, domethënë pak a shumë kudo ku ka qenë, nuk ka ikë si thosh, nuk është abandonuar nga drejtuesit e klubit, po ka ikë duke lënë. Ka kaluar kufit e një Europën me paraqitjet. Unë s'ka si gjatë keqe, do them edhe një herë si thosh mund të jetë një emër shqiptar, ama nuk duhet harru që mund të bjeri shumë shpejt presioneve, po kur kam parasysh këtu edhe Silvinion me shok që ka qenë përpara, edhe ata po bien pre presioneve, edhe ata nuk po vendosin si thosh në mënyrë të pavarur, sepse thashë edhe përpara e përmenda për një futbollist të madh që ka luajtur me Kotiure Barcelonën ose me Realin, që ka Panucci që kemi pasur ne, edhe të vi dhe të marrë vendime të tilla për ekipin kombëtar, më duket e jashtëzakonshme, më duken më tepër janë ndërhyrje të jashtme që këta njerëz që kanë ardhur në ekipin kombëtar si të pa korruptueshëm, po quaj thojse se nuk është se e quaj korrupsion, unë dëshirën po them të një X personi në federat që filan lojtar duhet lozje. Mund të jetë dëshira e mirë, sepse ashtu e shikon ai atë punë. Ama është tjetër, ashtu e shikon një X person i cili s'ka lidhje me futbollin, vetëm nga ana administrative për momentin është në drejtim të federatës shqiptare. S'mund të krahasohet me mendimin e një specialisti i cili është rritur me futbollin, është edukuar me futbollin, po që duhet ketë edhe një shkollim më të saktë, më të thellë, të paktën të një elite trajnerë shqiptar duhet ketë. Shiko, nëse shikon te Shqipëri mund të ketë trajnerë shqiptar që kanë licencën A të UEFA-s ose të FIFA-s, më tepër se sa mund të ketë Gjermania. Imagjino ti këtë. Do aty është bërë patenta si tu shu 5 me hiç e merr kushdo. Kjo është talli me profesionin.
Do të ketë kritere edhe për shimin e këtyre letrave, nuk janë letra, por nuk janë letra, kap mëri letra, futja e firmë, vul edhe ik tash pse se duhet plotësojmë në disa kuota, sepse duke pas këto kuota në për disa dokumenta, tash të quajtura dokumenta, se janë dokumente, janë letra që s'kan as vlerën e letrës, ne kemi arrit këto se ato nivele dhe fillon ato matjet, statistikat e FIFA-s, UEFA-s, kaq ka Shqipëria, kaq ka Slovenia, kaq ka jo, kaq ka kjo, këto janë gjigjishtara, këto janë mashtrimet e vetvetes. Domethënë, këtu bëhet fjalë që disa prej këtyre djemve të anë të ri duhet të krijohet mundësia që me të vërtet ta kenë atë licencë A plus, edhe këto janë bërë me A, me plus edhe minus janë bërë gjithfar shenjës konvencionale po marrin këto licencët, duhet betë vërtet të shkollohen diku ku ja vlen që të marrin diçka dhe të japin atë që kanë përfituar tek ekipet elitare tono, qoftë edhe tek ekipi kombëtar. Edhe tek lojtarët, tek boshti i ekipit që duhet ndërtohet, se me gjithë respektin, me gjithë mirënjohjen për atë që kanë dhënë, ndoshta është momenti që disa prej tyre hapin krahun për të ri. Hapet më krahu, aty është konkurrencë. Aty duhet marrë guximi. Informacioni që ishte me Polonin, për shembull, sa prej tyre në gjykimin tuaj nuk ka vend për eliminatoret e ardhshme? Nuk është puna që duhet të vendosur që këta 10 persona nuk do të jenë më përgjithmonë pjesë e ekipit. Ata, do të thonë 4-5 prej tyre nuk duhet të ishin në ekipin kombëtar, jo se kanë moshën. Nuk ka moshë në ekipin kombëtar. Nëse gjendja e tyre në të ardhmen është e tillë që dallon nga shokët, ai duhet të jetë prapë pjesë e ekipit kombëtar. Domethënë pjesë e ekipit kombëtar nuk përbëhet nga 11 vet që duhet të jenë 10 vjeçarin e ardhshëm këta 11. Pse? Se këta janë 25 vjeç, edhe hajde të lozi me këta deri 35 vjeç. Jo, më. Ai që për momentin është më mirë, ai duhet të jetë pjesë e ekipit kombëtar. Muçi për momentin duhet të ishte pjesë e ekipit kombëtar, por nuk do të thotë se do të jetë edhe viti tjetër. Bajrami për shembull ka qenë në kampionatin evropian, kishte një gjendje shumë të mirë. Ama do të thotë se duhet mund të patjetër. Dhe edhe me atë jehonën e kampionatit evropian atje, hajde ta fusim tash i fute, edhe vjen puna që vjen edhe te dështimi. Kush ishte dështimi? Dështimi ishte ai rasti i bukur që kishte aty, jo se humbi rastin, rastet ndodhin, humbet penalltia, janë. Edhe i dyti se humbi dhe një me Serbinë, humbi dhe një tani. As diskutohet, ama kur merrte një lojtar i cili është, domethënë pa minutat e dura në këmbë, i duket topi plumb, i duket porta ferr. Është shumë e vështirë. Ky është problemi, se mund ta bënte ai gol, mund mbyllte syrit edhe mund shkonte topi rastisht edhe në rrjet. Ama këtu është puna që të përgatiten kushtet që lojtarët tonë të jenë të qetë, domethënë ta kenë një rutinë ndeshjen që zhvillojnë me ekipin kombëtar, dhe jo të jetë diçka e jashtëzakonshme. Unë kam provuar vetë, i kam kaluar këto faza, kur kam luajtur për shembull një ndeshje ku kujtohet me Irlandën e Veriut, gjithë natën nuk kam fjet, gjithë atë ditën përpara edhe të nesërmen nuk kam ngrënë absolutisht, nuk isha në qendje as të ha. Nuk jam për ndeshje shkurt mohabeti, se për ne në ato kohë ishte diçka jashtëzakonshme kur delte lojtari gjerman ku diun Schusteri, kush kanë qenë atëherë Rumenike, ata shndriçin komplet nga masazhat që bënin, ne na dukeshin yje. Kurse lojtarët e sotën tonët, ata stërvitin, ata losin bashkë me lojtarët më të mirë në botë, janë pjesë e ekipeve europiane, nuk janë si ne që shkonim në Gjermani duke bërë 3-4 ditë udhëtim me karroca, e duke marrë bukë me vete. Domethënë janë kushte krejt tjera. Domethënë lojtarët që losin në ekipin kombëtar duhet të kenë gjendjen e momentit më të mirën, kushdo që të jenë ata. Domethënë nuk bëhet fjalë, dalë herë te pyetja juaj që duhen larguar patjetër si tush ky, ata mund të largohen, patjetër që duhen larguar, ama jo largim kuptimin e dënimit që ti s'do të jesh më kurrë pjesë e ekipit kombëtar. Qofse gjendja e tij do të ndryshojë, të ardhmen pse jo, mund të jetë përsëri pjesë e ekipit kombëtar. Duke uruar shumë fat Kosovës sonde dhe shpresoj që të kemi një kthesë edhe ne duke marrë shembullin e saj, unë të falenderoj shumë për bisedën profesor. Faleminderit edhe juve. Çdo të mirë. Të uroj më të mira.